thot biri Ademit, malli im, pasuria ime. A di kush jam unë jam pronari I filan hotelit, unë jam pronari I filan restoranit, unë jam pronari I filan firmës. I bëhet vendi në bazë të pasurisë, I merret fjala në bazë të pasurisë. Çka ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çka ka ngrënë sahabët? Dhe çka hajmë ne sot? Ena më e keqe të cilën e mbush njeriu në jetën e vet është ena e barkut. Njeriu sprovohet me dy sprova të mëdha. Cilat janë ato? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi duke kaluar çaste të këndshme, momente të bukura në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Jemi duke u munduar që t'i kalojmë këto kohë, këto momente me adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall, duke shpresuar në rahmetin e Allahut, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut. Me lejen e Allahut Azza wa Jall do të kalojmë te një prej haditheve të rëndësishme prej një mesazhi të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili neve na porosit, I cili neve na nxit, I cili neve na këshillon, na vetdison për realitetin e kësaj dunjaje, për atë e cila do të qëndron, do të mbetet dhe për atë e cila do të harxhohet dhe do të përfundon dhe nuk do të gjendet në ditën e gjykimit. Në një hadith të cilin e nxjerr Imam Muslimi dhe të cilin e transmeton një nga sahabët, I cili quhet Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu, I cili thot: erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pash atë duke lexuar ajetin, surën, fjalët e Allahut Azza wa Jall, Alhaakumut takathur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke lexuar këtë ajet. Alhaakumut takathur. Ju ka shkatëruar juve, ju shkatëron juve grumbullimi, shumimi. Njerëzit mundohen në dunja vetëm të shtojnë, vetëm të shumojnë, vetëm të grumbullojnë sa ma shumë dhe sa ma shumë. Sa ma shumë tokë, sa ma shumë shtëpia, sa ma shumë dhoma, sa ma shumë pasuri, sa ma shumë të holla, sa ma shumë fëmijë, vetëm të grumbullojnë sa ma shumë për jetën e kësaj dunjaje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, pra në brendin e këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Yaqulu ibnu Adama mali mali." Thot biri Ademit, malli im, pasuria ime. Njeriu, apo në sa raste njerëzit paraqiten në mesin e të tjerëve prej këndit të tyre të pasurisë dhe në sa raste diskutohet
pasuria ime, a di kush jam unë jam pronari I filan hotelit, unë jam pronari I filan restoranit, unë jam pronari I filan firmës, unë jam pronari I filan biznesit, unë jam dhe paraqite njerëzit në raport me të tjerët në bazë të pasurisë. Kush je ti? Çështja e parë që ndoshta mund të diskutohet te ai që është I pasur, çështja e parë, çështja e pasurisë. Dhe thot njeriu, mali, pasuria ime. Por shumë gjëra njerëzit vlerësohen pastaj në bazë të pasurisë. I bëhet vendi në bazë të pasurisë, I merret fjala në bazë të pasurisë, I shkon në vend urdhri në bazë të pasurisë. Mali, njeriu thot pasuria ime. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: "Wa halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayt." E çka ki ti nga pasuria jote, o biri Ademit, përveç se 3 gjëra. Nga pasuria jote, secili qoftë shumë I pasur, apo edhe pak, apo secili prej nesh që sa do pak e ka një lloj pasurie, pa marrë parasysh sa është e madhe ajo pasuri, ne të gjithë e kemi një lloj pasurie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Çka ki ti nga pasuria jote përveç se e para, ma e kelte fe efnejt." Gjëja e parë nga pasuria jote që e ke pas dhe e ki, që e ke kaluar dhe e posedon sot, atë që e ke ngran dhe është harxhuar. A ki pasuri? Po. Sa ko nga pasuria jote ti ke ngran? Ti ke ngran dhe ajo është harxhuar. Sot, ti 10 vite, 20 vite, 30 vite, ke ngran nga pasuria jote, po, sot, ku është ajo pasuri? Ku është ajo pasuri? Sa lloj ushqimi, sa të mira në dunja I ke shijuar, ditën edhe natën, në për darka, në për dreka, me shoqëri, me familje, me të mira, me sofra të mbushura, të stërmbushura, krejt në rregull. Ma e kelte fe efnejt. Atë që e ke ngran dhe e ke harxhuar. Ajo pasuri më nuk është. A e ki sot? 20 vite që ka ke ngran sot a e ki? Jo, sot nuk e ki. Po ku mbeti ajo? Ku do të mbetet ajo? Ku do të gjendet më ajo nesër? Jo, ajo është harxhuar. Dhe fatkeqësisht një pjesë e njerëzve kësaj gjëje I kushtojnë tepër rëndësi. Ma shumë se sa që I takon. Me ngran është normal, është e rëndësishme se njeriu s'mund të jeton ndryshe. Ne gjithë hajmë, gjithë jetojmë, mirë po. Disa prej njerëzve çështjen e ushqimit e bëjnë çështje thelbësore, çështje kryesore. Ai në ushqim nuk toleron asgjë. Ai mund të toleron në gjëra tjera, në ushqim, syfirin mos me pas mirë, ai e ka problem. Iftarin mos me pas mirë, e ka problem. Darkat, drekat, ushqimi për te është shumë serios. Dhe nuk është prej atyre që ka diçka ma mirë, elhamdulillah. Nuk ka, po aq sa ka, mundesh me ngran pak, me kalu. Jo. Ushqimi për te është çështje shumë e rëndësishme. Nuk mund të te I kalohet në atë mënyrë, hajt sa me ngran pak, me kalu. Ndërsa muslimani kësaj gjëje nuk duhet t'i jep aq rëndësi të madhe. Çka ka ngran pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çka ka ngran sahabët? Me çka kanë jetuar dhe çka hajmë ne sot? Nuk mund të paramendohet dhe nuk mund të krahasohet ajo kohë me këtë kohë. Po ne syfirin e kemi plot. Ne iftarin e kemi plot. Ne shumë gjërave ju kushtojmë rëndësi, ndërsa fundi I tyre nuk ka ndonjë rezultat, nuk ka ndonjë gjë që ja jep gjithat vlerë në jetën e besimtarit. Besimtari ushqehet mirë, po ushqimi për te nuk është qëllim. Sa prej njerëzve shpresojnë të ketë pasuri më të madhe, me pas pasuri më të madhe, çfarë? Një pjesë të rëndësishme do ta dhuron, do ta harxhon në
ushqimet më të mira në për restoranet më të shtrenjta, do ta çon në vend dëshirën, qefin e tij. Cili është qefi i tij? Me hangër ushqimet më të mira. Subhanallah. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër tha, ena më e keqe të cilën e mbush njeriu, llogarit sa ka enë, gjitha ato enë mund të mbushen me çdo gjë, me të mira apo me të këqija. Ena më e keqe të cilën e mbush njeriu në jetën e vet është ena e barkut. Barku. Kjo enë të cilën njeriu e mbush mas shumti. Kjo është ena më e keqe. E nëse e ka patjetër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mjafton njeriut t'i han disa kafshad sa ta drejton trupin e tij, sa ta drejton shpinën e tij. Subhanallah, e keni pa njeriu kur është shumë i uritur, ndoshta kërruset, ndoshta si kur është i lodhët, nuk ka ngran, ai qëndron pak më ndryshe. Kur të han, pastaj më rehatohet, lirohet. I mjafton njeriut, i mjaftojnë disa kafshata sa ta drejton shpinën e tij. E nëse e ka patjetër, nëse aq shumë i pëlqen një ushqim, jo për ditë, po ndonjëherë është ndonjë ushqim që i pëlqen shumë, apo ndonjëherë është rasti që është shumë i uritur dhe ndodh ndonjëherë me ngran pak më shumë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nëse është patjetër, atëherë le ta ndan një tretën e lukthit për ushqimin e tij, një të tretën për pijen e tij, një të tretën për frymarrjen e tij. Dhe kështu reagon, dhe kështu vepron besimtari. A e ke pa nësa raste njerëzit që nuk munden me marr frymë nga ushqimi i tepruar që e ka ngran, e ka randuar aq shumë, një treta ushqim, një treta pije, një treta për frymarrje. Ky aq shumë ka hangër sa që nuk ka vend me nxis se merr frymë. Dhe pastaj e sheh edhe ibadetin, pastaj e sheh edhe namazin e teravis pas iftarit, ai i cili ngopet tepër ka ngran më shumë se sa që nevojitet. Pastaj edhe namazin s'mundet me fal mirë, pastaj edhe teravin s'mundet, pastaj edhe ibadetet tjera s'mundet me i bë mirë. Dhe kjo hin në atë kategorinë e plotësimit të epshit që njeriu e randon në mendje dhe e randon në trup dhe e pengon pastaj prej shumë ibadeteve. Ushqimi i tepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve kishte dalë ditën në Mekke, në nxehtësinë më të madhe pas drekës, në atë kohë që nuk dilnin njerëzit, përveç se me ndonjë arsye. Dhe duke ecë rrugës e takon Omerin radiallahu anhu. Çka të ka nxjerrë në këtë kohë, Omer? Tha Omeri radiallahu anhu, uria ja Rasulallah, s'kam pas çka me ngran kur gjë. E kanë lidhur gurin për barkun e tyre nga uria e madhe, që nuk kanë pas me ngran. Uria ja Rasulallah, e ty? Tha edhe mua e njëjta gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ngran asgjë, Omeri nuk ka ngran asgjë. Duke ecur e takojnë Ebu Bekri radiallahu anhu, gjithashtu në të njëjtën gjendje dhe në të njëjtën arsye. Subhanallah, po si ka mundësi? Dikush ka mundësi me bë pyetje, po si ka mundësi kur Ebu Bekri është prej sahabeve më të pasur, Omeri është prej sahabeve të pasur, Abdurrahman bin Aufi prej sahabeve të pasur dhe të përgëzuar me xhennet prej në dunja, që nuk kupton se nuk është problemi të ish i pasur, nuk është problemi të kesh pasuri, problemi është me atë pasuri çfarë? Me atë pasuri çka synon, me atë pasuri ku don me mbri, atë pasuri që e ëndron nesër, nëse Allah të jep pasuri, kërkon nga Allah të jep pasuri, çka don me bë me atë pasuri? Këta njerëz që kanë pas pasuri të madhe, kanë ndodhur që kanë mbet pa bukë. Po ku ka shku pasuria e tyre? Ku ka përfunduar? Ku harxhu ajo pasuri? Është harxhu dikun tjetër.
Subhanallah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nga pasuria jote nuk ki përveç se ma ekelte fe efnejt. Atë që e ke ngran është harxhu. Bane hesapin, bane llogarin, 10 vite, 20 vite, 30 vite. Ke ngran, a ke ngran? Po, a ka kushtu? Ka kushtu. E ke ngran është harxhu. E dyta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au lebiste fe eblejt, apo je veshur dhe veshja jote është vjetruar. Ku e ke harxhu pasurin? Në ushqim, ke ngran, është harxhu. Në veshmbathje, i ke vesh, i ke mbath, ke jetu një kohë, ndoshta me veshjen më të mirë, më të bukur, më të pasur, me gjitha firmat që ekzistojnë sot, ti me të gjitha je veshur her pas here. Veshja jote, garderoba jote ndoshta është plot nga gjitha anët. Je veshur dhe në fund janë vjetru. Dhe krejt vjetrohen gradualisht. Veshja jonë po vjetrohet. Shtëpia e re po vjetrohet. Vetura e mirë po vjetrohet. Krejt të mira që ne i posedojmë dhe pasurin ton e investojmë, ajo në fund po vjetrohet. Ku e qove ti pasurin tënde? Në ushqim e harxhove. Në veshmbathje e vjetrove. Këto shkuan, a do të mbetet ndonjë gjë prej këtyre? Patikat që ti, puma që i ke pas original para 5 viteve, sot, a ka mbet diçka prej tyre? Veshjen më të shtrenjtë që e ke pas ti para 3 viteve, sot, a ka mbet diçka prej atyre? Gjëra që i ke investu në jetën tënde të shtrenjta, janë vjetruar para 10 viteve, sot, a ka mbet ndonjë gjë prej atyre? Të gjitha janë vjetruar. Sot, a ka mbet? Nuk mbetë. Tha Allahu Azza wa Jall, ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Atë që e keni për ju, te ju, ajo do të harxhohet. Atë që e keni për Allahun, ajo do të mbetet. Kjo nuk nënkupton që njeriu mos të han ushqime të mira, mos të han ushqime të shëndetshme, mos të blen veshje të mira, të bukura, të pastra, qoftë edhe të shtrenjta. Kjo nuk nënkupton. Kjo e gjitha kjo nënkupton që njeriu këto gjëra mos t'i ban qëllim. Mund të jenë me rëndësi, mund të ketë dëshira, mund t'i posedon, mund të investon, mirë po, jo të jenë qëllim. Qëllimi kryesor të duket mirë. Qëllimi kryesor të hanë mirë. Mos të jetë ky qëllimi, nga se këto gjëra në fund nuk mbeten. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, illa ma ekelte fe efnejt. Përveç se e ke ngran, është harxhu. Au lebiste fe eblejt, apo je veshmbath, është vjetru. Cila do të mbetet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e treta. Kjo e fundit. Kjo është më e rëndësishmja në jetën e njeriut. Au tasaddaqte fa amdait. Në një transmetim, au tasaddaqte fa abqait. Dhe ajo që e ke dhanë. Subhanallah, pasuria jote, pasuria e kujt? Pasuria e të gjithë neve është në 3 gjëra. Atë që e ke ngran është harxhu, atë që e ke vesh është vjetru, atë që e ke dhanë për hir të Allahut është siguru. Kjo do të mbetet. Të gjitha të tjera do të harxhohen, të gjitha të tjera do të harohen dhe në fund një gjë do të mbetet. Cila do të mbetet? Au tasaddaqte fa abqait. Apo e ke dhanë sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Sa ke harxhuar në jetën tënde për ushqim, për pije, për veshmbathje, për shtëpi, për mobilje, për gjëra të bukura, për gjëra që në jetën e njeriu duken shumë të rëndësishme. E pastaj në vetura, në telefon, në udhëtime, në pushime, e kështu me radhë, të gjitha në fund do të harxhohen, do të përfundohen. Çka do të mbetet? Sa ke dhanë për hir të Allahut Azza wa Jall. Gjatë gjithë jetës tënde, ajo, vetëm ajo është siguruar.
Vetëm ajo është garantuar. Vetëm ajo ka mbet tek Allahu Azza wa Jall. Ajo do të mbetet. Andaj njeriu kësaj gjëje duhet t'i kushton shumë rëndësi. Në një transmetim tjetër të Abu Hurairës radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e pjesa tjetër mbetet për ata që do të vinë pas teje. Ti ki pasuri, hangre, investove, u ushqeve, u veshe, kalove, jetove, vdiqe, përfundove. Pasuria jote ku mbetet? Mbetet në duart e të tjerëve. Ajo do t'ju mbetet atyre. Çka është e keqja? Një prej dietarëve të parë, i cili quhet Muhammed bin Ka'b al-Quradhi, thot njeriu në aspektin e pasurisë sprovohet me 2 sprova të mëdha. Njeriu sprovohet me 2 sprova të mëdha. Cilat janë ato? E para tha, sprova e parë është që njeriu gjithë pasurinë e tij do ta lën. Do ta lën krejt pasurinë e tij. Sa ke punu? 20 vite, 30 vite, 40 vite. Vjen momenti, ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Pasuria jote, njeriu pasurinë e tij do ta lën krejt. E lën shtëpinë, e lën tokën, e lën veturën, i lën të hollat, i lën gjitha investimet. Pasurinë e tij do ta lën krejt. Sprova e dytë tha, për gjithë atë pasuri do të llogaritet krejt. Njeriu ka 2 sprova. Gjithë pasurinë do ta lën, për gjithë pasurinë do t'jep llogari para Allahut Azza wa Jall. Për gjithë pasurinë që e ka njeriu sot, do t'jep llogari para Allahut Azza wa Jall. Bile në ditën e gjykimit njeriu do të merret në pyetje për disa gjëra nga 1 pyetje, për pasurinë 2 pyetje. Secili prej nesh për pasurinë e tij në ditën e gjykimit do të llogaritet, do t'i bëhen atij 2 pyetje. Cilat pyetje? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Për pasurinë e tij, ku e fitoi dhe ku e harxhoi. Për gjithë pasurinë, a e ki pasurinë ti sot po? Ku e fitove? Për gjithat pasuri njeriu do t'jep llogari. Ku e mori? Ku e fitoi? Prej nga erdhi? A erdhi prej halalit? A erdhi prej haramit? A erdhi prej pakujdesis duke mos u interesuar fare? A është halal? A është haram? Me rëndësi të grumbullohet. Pyetja e parë, ku e more? Pyetja e dytë, ku e harxhove? Pasurinë tënde, ku e çove? E ai i cili jep sadaka, ai i cili jep në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ai e ka siguruar pasurinë e tij, e ka garantuar, e ka çuar për në ditën e gjykimit për në ahiret. Kur do del para Allahut, do ta gjen. E kur erdh momenti i fundit, Muhammed bin Ka'bit al-Quradhiyut, kur erdh momenti i vdekjes, njerëzit që ishin përreth i bën pyetje. E ti tash, se njeriu pasurinë do ta lën, për pasurinë do të llogaritet. E ti tash në momentin e vdekjes, ti çka ju la fëmijëve tu? Ti nga pasuria jote, çka ke lënë nga jeta jote? Me çka do të vazhdojnë familja jote pas vdekjes tënde? Tha, pasurinë time e lash te Allahu. E familjes time i alash Allahun. Subhanallah. Njerëz të cilët dunjan e kanë pa ndryshe, edhe pasurinë e kanë pa ndryshe, edhe ahiretin e kanë pa ndryshe, edhe çdo gjëje ja kanë dhënë rëndësinë atë sa i takon. E tash ti je në momentet e fundit, në momentet e vdekjes, familjes, fëmijëve, çka ju ke lënë? Pasurinë time e lash te Allahu, e atyre u alash Allahu. Subhanallah, dhe atë që e lën njeriu për Allahun Azza wa Jall, atë do ta gjen. Të tjerat nuk do t'i gjen në ditën e gjykimit. Kështu ndodhi me rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një kafshë të cilën e kishin therrur kurban. Aisha radhiyallahu anha, erdhën njerëzit që të kërkojnë dhe rast pas rasti, her pas here, Aisha radhiyallahu anha e dha atë mish
sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Oj Aisha, çka ka mbet nga ai mishi? E kemi therr kafshën, mishi është, ka pjesë, çka ka mbet prej asaj?" Tha Aisha radhiyallahu anha: "Ya Rasulullah, krejt e kemi dhënë sadaka, vetë një shpatull e asaj ka mbet." Subhanallah, shikoje kuptimin, shikoje të vërtetën, realitetin e gjërave me syt e ahiretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jo, oj Aisha, krejt pas ka mbet përveç kësaj shpatulle. Këtë që e kemi lanë me ngran ne, kjo s'ka mbet, këtë do ta hajmë. Atë që kemi dhënë sadaka, ajo ka mbet te Allahu Azza wa Jall. Andaj njeriu, au tasaddaqta fa abqait." Atë që e ke dhënë, ajo do të mbetet. Andaj njeriu, andaj secili prej nesh ka nevojë që të siguron, ka nevojë që të garanton diçka nga pasuria e tij, të jep për hir të Allahut Azza wa Jall, me nijet sinqerisht, vetëm për Allahun, me shpresë që atë do ta gjenë në ditën e gjykimit, do ta arrijnë shpërblimin dhe do ta realizon adhurimin. E sidomos në Ramazan, që ibadetet shtohen nga gjitha anët, ne mundohemi që edhe më shumë të realizojmë adhurime të ndryshme në mesin e këtyre ibadeteve. Është edhe kjo gjë që ne të japim për hir të Allahut Azza wa Jall, e sidomos të thërasim dikan në iftar për hir të Allahut, ta ushqejmë dikan me një iftar për hir të Allahut, ta përgatisim një iftar dhe një të varfëri, t'i adhurojmë te dera, ta thërasim ndonjë nevojtar, ndonjë të varfër, ndonjë jetim, të ulet në sofrën tonë, ta përgdhelim jetimin në Ramazan, të mundohemi të kontribuojmë në këtë aspekt. Këtë që do ta japim, kjo do të mbetet. Atë që do të hajmë, ajo do të hargjohet. Mirë, po një gjë e tillë të bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Elhamdulillah, shtohen vizitat e njerëzve të njëri tjetri, familjarët të njëri tjetri, dashamirët të njëri tjetri, shkojmë në iftar dhe vinë në iftar, mos të harrojmë një gjë e tillë të bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. E thirin iftar se më ka thirrë iftar. E thirin iftar se më duke sikur mi pas borxh. E thirin iftar se mos me thirr mare. E thirin iftar, jo, këto gjëra nuk janë. Jo, nuk janë këto nga ai ibadeti i cili kërkohet. E thiri dikan iftar, për çfarë arsye? Për hir të Allahut Azza wa Jall. A më ka thirr, a nuk më ka thirr, ajo nuk luan rol fare. A ndjej si borxh, a nuk e ndjej, nuk luan rol fare. E thiri vetëm për një gjë. Për çfarë? Për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai i cili e ushqen një agjërues, e ka shpërblimin e krejt ibadetit që ai e ka bë atë ditë, pa ju mangësuar ati fare. Thire dikan në iftar me këtë qëllim, thire dikan në iftar me sinceritet, me niyet, për hir të Allahut Azza wa Jall, dhe jo me ata arsyet e dunjas që ne i kemi sot prezente në mesin ton. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit dhe na nxit që të kontribuojmë dhe pasurinë ton ta investojmë në ditën e gjykimit, ta sigurojmë, ta garantojmë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O biri i Ademit, nuk ki ti nga pasuria jote përveç se atë që e ke ngrënë është harxhuar, atë që e ke vesh është vjetruar, atë që e ke dhënë sadaka është garantuar te Allahu Azza wa Jall." Ajo do të mbetet, të gjitha këto tjera do të përfundojnë dhe do të harohen. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që të investojmë në rrugën Allahut Azza wa Jall, të investojmë aty ku Allahu është i kënaqur, të investojmë të arrijmë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. E lutim Allahun, Allahu të na jep pasuri halal, Allahu të na mundson që t'i ushqejmë familjet tona dhe fëmijët tanë me ushqim halal. Allahu të na bën prej atyre që pasurinë e kanë në duart e tyre, e jo prej atyre që pasurinë e kanë në zemrat e tyre. Allahu të na bën prej atyre që pasuria
shoqëria jonë të jetë dëshmi për në rrugën e Allahut, të jetë lehtësim për në xhenetin e Allahut dhe mos të jetë armik i joni kundër neve në ditën e gjykimit. Elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.